këshillat e të urtëve për muajin e bekuar të Ramazanit. Të urtët kanë thënë: pendohu para hyrjes së muajit të Ramazanit dhe përgatitu për adhurim të sinqert e të pastër vetëm për Allahun. Mos u mbështet vetëm në adhurimin e natës së Kadrit, por fillo me vetë kontrollin dhe përqendrimin që nga dita e parë e muajit të Ramazanit. Thelbi i tauhidit, i njësimit të Allahut, është korrigjimi i imagjinatës dhe pastrimi i mendjes nga lidhje dhe varësitë e kota. Në marrëdhënie me njerëzit bëhu i dashur dhe ji i përulur para Allahut, sepse kjo e shton rrjedhën e begatisë hyjnore. Mos i kthej iftaret në mjetmburrjeje, por ndiq sunetin e profetit dhe të ehlibejtit në thjeshtësi. Kur të lexosh Kuranin, përfito sikur Allahu po të flet drejt për drejt. Kjo është ajo që lë gjurmë të thellë në zemër. Mos i neglizho lutjet e transmetuara në këtë muaj të begat të Ramazanit, siç është lutja e iftitahut apo Abu Hamza, Athumali e të tjera lutje. Vepra më e rëndësishme në natën e Kadrit është lutja dhe besimi i fortë te Imam Mehdiu, Allahu e shpejtoft ardhjen e tij, sepse ai është çelësi i begative hyjnore.